Ish-presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka bërë një deklaratë publike në rrjetet sociale ku akuzon noteren Valbona Selimi se ka ndërmarrë veprime të kundralishme dhe në mënyrë të fshehtë dhe se çdo lajm që po qarkullon aktualisht për problematikat me aeroportin e Vlorës janë si pasojë e veprimeve që ajo ka kryer. Përmes deklaratës së gjatë të postuar në rrjetin social Facebook, Bexhet Pacolli shpreh se noterja e vendosur në Tiranë pretendon se palët kanë qenë të pranishme gjatë nënshkrimit të aktit të transferimit të aksioneve nga Mapco Construction SA në shoqërinë 2A, por Pacolli e mohon këtë duke thënë se as ai vetë dhe as ndonjë person i autorizuar nga Mapco me Selina Lugano, pronare e 98% të aksioneve, të cilat rrjedhin nga investimi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, nuk ka qenë ndonjëherë në zyrën e saj. Pacolli ka akuzuar edhe ish administratorin e aeroportit të Vlorës, Valon Luka, të cilin e akuzon për veprime jo ligjore. Theksoi se ky akt notarial përbën një element themelor të veprimtarisë të dyshuar kundërligjshme të ndërmarrë nga zoti Valon Luka, me të cilin në fillim të muajit prill ka tentuar të realizojë transferimin e 47% të aksioneve, shpreh ai. Gjithë përfolje dhe kjo situatë në lidhshmëri me Vlora International Airport ka ardhur si pasojë e veprimeve të papërgjegjshme dhe të dyshuara të kundraligjshme të noteres Valbona Selimi, të ndërmarra në mënyrë të fshehtë dhe në mungesë të plotë të palës së ligjshme, në respekt të së drejtës për informim të opinionit publik, deklaroi Savion. Sipas njoftimeve të publikuara sot në media, noterja në Tiranë, zonja Valbona Selimi, ka pretenduar se palët kanë qenë të pranishme gjatë nënshkrimit të aktit të transferimit të aksioneve nga Mapco Construction SA në shoqërinë 2A. Me këtë rast, sqaroi publikisht se as unë dhe as ndonjë person i autorizuar nga Mapco Construction SA me Selina Lugano, pronare e 98% të aksioneve të cilat rrjedhin nga investimi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, nuk kemi qenë ndonjëherë në zyrën e saj, nuk e kemi takuar noteren Selimi, nuk kemi pasur asnjë komunikim me të apo me përfaqësues të saj dhe nuk kemi nënshkruar asnjë dokument apo prokuror në praninë e saj. Madje deri më sot nuk kemi dieni se ku e ushtron ajo aktivitetin notarial. Megjithatë, në një akt notarial të vitit 2023, që noterja e përdor jo ligjërisht si pjesë e dokumentacionit për transfer të pronës, të cilin ajo e cilëson si prokuror, noterja Selimi ka përfshirë deklarime të pavërteta, duke pretenduar me shkrim se unë, Bexhet Pacolli, pas kam qenë fizikisht i pranishëm në zyrën e saj. Ajo pas kësh kryer identifikimin tim, më pas kësh lexuar aktin në prani të një përkthyeseje të gjuhës angleze dhe se pas miratimit tim, pas kam nënshkruar dokumentin përkatës. Këto pretendime janë plotësisht të rreme. Unë nuk e njoh noteren Selimi, asnjëherë nuk kam nënshkruar ndonjë akt në prezencën e saj. Unë nuk kam qenë asnjëherë në zyrat apo ambientet e saj. Nuk kam dieni për ekzistencën e një përkthyeseje të tillë dhe asnjë tekst nuk më është lexuar apo paraqitur ndonjëherë për nënshkrim nga ajo ose nga ndonjë person përfaqësues i saj në lidhje me aktet e përmendura. Në vijim theksoi se ky akt notarial përbën një element themelor të veprimtarisë së dyshuar të kundralishme të ndërmarrë nga zoti Valon Luka, me të cilin në fillim të muajit prill ka tentuar të realizojë transferimin e 47% të aksioneve, duke e mbajtur atë të fshehur deri në momentin kur është zbuluar rastësisht 4 muaj më vonë, më 18 gusht 2025 në dokumentacionin e ish administratorit të shoqërisë Vlora International Airport. Ky akt i kryer në mënyrë të fshehtë përbën burimin dhe shkakun fillestar të kësaj situate me të cilën po përballemi sot, shkruan Pacolli. Ndërkohë, Valon Luka i është përgjigjur Pacollit po ashtu me një postim në Facebook në lidhje me deklaratat e publikuara së fundmi nga zoti Bexhet Pacolli lidhur me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës dhe përmendjen e emrit tim në mënyrë të drejtpërdrejtë, ndjej detyrimin të reagoj publikisht për ta sqaruar opinionin dhe për të mbrojtur integritetin tim personal dhe profesional, shkruan ai. Deklaratat e zotit Pacolli janë plotësisht të pavërteta dhe pas një bazë faktike. Më vjen keq që një person që ka qenë në dieni të plot për çdo fazë dhe çdo hap të procedurave përkatëse, sot zgjedh që të bëjë deklarata të rreme, ndërkohë që për çdo veprim ekzistojnë dokumente të noterizuara dhe të pajisura me apostil ndërkombëtar, përfshirë vendime aksionarësh dhe autorizime të nënshkruara, jo vetëm nga zoti Bexhet Pacolli, por edhe nga Mapco Construction SA në Lugano si pronare ligjore e aksioneve. Të gjitha këto dokumente së bashku me transfertet bankare nëpërmjet palëve të përfshira në këtë transakcion janë dorëzuar tashmë në prokurorinë e Tiranës si prova dhe fakte zyrtare që dëshmojnë ligjshmërinë dhe transparencën e plotë të çdo veprimi tim. Në rrethana të tilla, për shkak të deklaratave të pavërteta dhe shpifjeve që dëmtojnë rënd imazhin dhe reputacionin tim, ka vendosur të ngre padi për dëmtim imazhi dhe shpifje
duke bashkëngjitur të gjitha provat, dokumentet dhe komunikimet përkatëse që vërtetojnë të kundërtën e çdo pretendimi të bërë publikisht. Unë mbetemi përkushtuar ndaj së vërtetës, ligjit dhe institucioneve, i bindur se drejtësia do të vërtetoj çdo fakt dhe se opinioni publik do të njoftohet me realitetin e plot të kësaj çështjeje, shkruan Valon Luka.